Toja në Facebook, sot mësova, thot nga mediat, se Lulzim Basha më pas ka bërë kallëzim penal në SPAK si një kandidat për deputeti opozitës që u bën presion votuesve për të mbledhur vota. Unë jam Marian Ndoja, i arsimuar në drejtësi dhe ekonomi, kam mbaruar shkollën e magjistraturës duke marrë titullin magjistrat prokuror. Kam gradën doktor i shkencave juridike dhe jam pjesëtar i një familje të nderuar intelektuale. Gjatë gjithë jetës sime, marrëdhëniet me njerëzit i kam ndërtuar vetëm përmes punës, dialogut, respektit dhe mirëkuptimit. Në asnjë rast nuk kam shitur mandate deputetësh, leje ndërtimit dhe nuk kam shpërdoruar besimin e zgjedhësve të një zone dhe aq më pak atë të mirave demokratëve, thot Ndoja, duke referuar gjithnjë sa duket Lulzim Bashës. Në asnjë rast unë nuk kam shitur mandate deputetësh, unë nuk i kam hedhur në rrugë anëtarët e Partisë Demokratike dhe as votuesit e kësaj force për t'i dhënë pushtet në tavolinë Edi Ramës. Përtej falsitetit akuzës së stisur, më lind natyrshëm mendimi se këtë gjë mund ta bëjë dikush që ndjen rrezik nga kandidimi im ose ndonjë personazh që përdoret në mënyrë komike në batutat folklorike të TikTokut e Edi Ramës. Ajo që e bën edhe më absurde këtë akuzë është fakti që edhe nga komunikime me anëtarë e simpatizantë të Partisë Demokratike, pas marrjes dieni për këtë kallëzim, më thuhet se zoti Lulzim Basha, edhe pse ka justifikuar 10 vite e humbje në opozit, me vjedhje dhe presionet e bëra nga Edi Rama, nuk ka marrë asnjëherë iniciativen në një dekadë si kryetar opozite të padis qoftë dhe një personazh apo eksponent të botës së krimit organizuar për presion, vjedhje apo blerje votash, thot Ndoja. Përkundrazi më thuhet nga strukturat dhe simpatizantët se ai ka përdorur djersën, sakrificat, mundin e madje dhe gjakun atyre demokratëve që janë përballur me bandat e Ramës vetëm për të rritur vlerat e marrëveshjeve që bën me Ramën. Pak a shumë ky është thelbi i sulmit ose i reagimit. Ja, një sekond, meqense kam përfaqësuesin e Partisë Euroatlantike në studio, i zotit Ndoja ndaj Bashës. Çfarë po ndodh, pse keni paditur, nëse keni informacion, pse keni paditur zotin Ndoja në SPAK? Faktikisht unë nuk bëj pjesë tek hartuesit e denoncimit zotit Ndoja, po do të isha unë pjesë e grupit. Nuk do ta etiketoja kandidat të Partisë Demokratike sepse ai është kandidat i Partisë Socialiste, është miku më i ngushtë i Vangjel Dakos. Çdo më ai është në listën e PD-s. Ta tregoj unë, meqense ai po thotë që ne pas mi shpërdoruar demokratët, ne asnjëherë s'kemi pas lidhje me botën e krimit. Ndërsa zoti Ndoja është Jo, thot Basha asnjëherë s'ka denoncuar eksponent të lidhur me krimin. Zoti Ndoja është përjashtuar nga sistemi i drejtësisë për lidhjet të ngushta me botën e krimit. Kurse zoti Basha është politikani që ka kërkuar më së shumti vettingimin e politikanëve. Në këtë rast edhe të zotit Ndoja. Vettingu i është bërë me sa di unë. Është bërë dhe përjashtuar pra se ka lidhje me botën e krimit. Dhe në vitin 2018, kur i këmëtoja vajti për t'i prishur kompleksin në Shëngjin, zoti Ndoja e shpëtoi kompleksin nëpërmjet Vangjushit në lidhje me Edi Ramën. Me telefonat, kanë netur 3 orë makinerit. Jemi realistë, ta bëj pyetje ndryshe, tani po më thua që Berisha ka futur në listën e tij një kandidat të Ramës, nuk shkon kjo logjik. Po mos të duket çudi më vëlla. Edhe në listë hapur më tepër. Dakor më po. Dhe në listë hapur. Okej, po duhet kanë kaos, nuk është diçka që fakti që një kandidat merr guximin të thrasë votuesit, mos votoni këtë dhe bën fushat negativiste, tregon që ai është në rrugën e liderit historik të partisë. Ju kujtohet 2 vite më parë kur zoti Berisha thirrte nga Shkodra mos e votoni PD-n? Asnjë vot Partisë Demokratike? Hotel deputet kanë hapur ai. Pra, lideri historik i Partisë Demokratike thirrte nga Shkodra 2 vite më parë, asnjë vot Partisë Demokratike. Të njëjtën gjë po bën kandidati për deputet i Partisë Demokratike në listë të hapur. Nëse ka dal për kandidat për deputet, nuk duhet bëj fushat negativiste. 3 ditë më parë... Jo, si e bën fushat, ai problemi... Delbi është këtu. Delbi është... Jo, po qëndrote pa dije e PD-s. Po qa logjika ka kjo mos... Më falë, pa dije e Bashës. Ai për korupcion aktiv mos gaboj... Lideri i Partisë Demokratike 3 ditë më parë nga Elbasani thot asnjë vot Partisë së Lulbravës. Pa të njëjtën linjë po ndjek ai. Pra kjo fushat negativiste, ti duhet paraqitesh pranë qytetarëve të thuash, okej, kjo është moralisht, kjo është programin.
Kjo është këtë gjë. Jo, Po është Nuk është vepër paditur penale. për jo, nuk është vepër penale. Denis, Po për këtë po flasim. Ne po flasim për vepër penale. shemsi ta ktheu politikën. Kërcënimi, shantazh, Po. është këtë gjë. Vepra penale që për cilën Basha e ka akuzuar, ose partia e tij. Një shpjegim të thjeshtë. Po. Nëse Korrupsion aktiv mos gaboj avokati ishte do shkojmë nga dhe kanosje. Ka diçka më të rëndësishme se sa ajo. Nëse një kandidat Partisë Demokratike do ta kishte kallëzuar në SPAK Edi Rama, do të ishte normale. Që e kallëzon Lulzim Basha për lojën e Edi Ramës, kjo s'është shumë normale, po kjo është faqe e zeze Lulzim Bashës. Po nga e din ti që on loja e Edi Ramës, dhe ne po luajmë lojën e Edi Ramës. Ja ta them. Jo nga e ke Ja do ta them tani. Edi Rama e di që në listën e Durrësit, për shkak të çfarë ka ndodhur në këto 4 vjet me arrestime të grupeve kriminale dhe ish zyrtarëve të Partisë Socialiste në Durrës, të fushatës 21, të 2021-shit, rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në Durrës do të jetë fitore për koalicionin opozitar. Këtë e di Edi Rama, më së paku do të jetë barazim. me kandidat lidhur me botën e krimit. Tani, Po lero s'ke këtë historinë të të shpjegoj që çka lidhet me vetingun. Shemsi. Ore, hiqni më dorë nga lidhjet me botën e krimit. Lutem, lutem, se s'të në preva. Hiqni dorë. Kjo histori e vetingut e ka rrëzuar vetë Edi Rama. Për shembull, antari i vetingut të Edi Ramës, Olsi Komiçi, kandidon sot nga Edi Rama në qarkun e Elbasanit. Mos kalon nga ide në dek. Po tani Denis, lutem. pyetja, shiko, ishe mirë te analiza. Jo, një sekond. O Denis, po mos kalon nga njëra parimin. Shiko, të lutem. Po lemos është tjetër tema jo. Po të flasim. lutem, le ta përfundojmë. Ore është i lishëm kandidati. Precedenti rrëzon parimin o Denis. Dakor, po